Demo Berisha, simbol i tradhtisë dhe shfrytëzimi i identitetit kombëtar. Në një kohë kur dialogu mes Kosovës dhe Serbisë mbetet i brisht, emri i Demo Berishës shndërrohet në një metaforë të tradhtisë ndaj kombit shqiptar. Propozimi i tij për ministër të drejtave të njerëzit dhe të pakicave në qeverinë e Serbisë nuk është thjesht një ironi, por një goditje e rëndë për historinë dhe kujtesën kolektive të shqiptarëve. Një karrierë e ndërtuar mbi mohimin e identitetit. Demo Berisha, me origjinë nga Peja, ka zgjedhur të shërbejë si vegël propagandistik e Beogradit. Si ish oficer i ushtrisë serbe, ai ka qenë pjesë e strukturave që kanë kryer krime lufte në Kosovë. Në vend që të mbrojtë të drejtat e shqiptarëve në Serbi, Berisha publikisht mohon pavarësinë e Kosovës, duke e quajtur atë Kosova e Metohijës dhe duke deklaruar se Serbia është atdheu i tij. Kjo nuk është thjesht një qëndrim politik, por një shkelje e thellë e sakrificave të dhjetëra mijëra shqiptarëve që kanë vdekur për lirinë e Kosovës. 2. Organizata, platformë për legjitimimin e narrativës serbe. Berisha është themeluesi i Maticës Albanaca Serbie, një organizatë që, sipas kritikave, promovon trashëgiminë e bashkëpunëtorëve të Serbisë, duke përfshirë figura kontroverse si Esat Pash Toptani. Organizata e tij pretendon të përfaqësojë shqiptarët në Serbi, por në realitet ajo shërben si mjet për të normalizuar politikën serbe të asimilimit dhe mohimit të identitetit kombëtar. 3. Deklaratat revoltuese, nga faji i NATO-s deri te spastrimi etnik i serbëve. Në intervista, Berisha nuk heziton të akuzojë NATO-n për agresion ndaj Serbisë dhe të përshkruajë ngjarjet në Kosovë si terrorizëm shqiptar. Ai madje ka guximin të justifikojë dhunën serbe, duke e quajtur veprimtarët e UÇK-s si kriminal dhe duke e fajsuar qeverinë e Kosovës për tensione etnike. Këto deklarata nuk janë vetëm anti-shqiptare, por edhe një tallje me viktimat e masakrave serbe, si ajo në Krush, ku 240 shqiptar u ekzekutuan në mënyrë të ftohtë. 4. Reagimet, heshtja e Tiranës dhe thirrjet për drejtësi. Deputeti Shaib Kamberi e ka quajtur emërimin e Berishës një goditje morale për çdo shqiptar. Ndërkohë, në Kosovë, figura politike dhe shoqërore kanë kërkuar hetime ndaj tij për nxitje ndarjesh etnike. Megjithatë, heshtja e institucioneve në Tiranë dhe Prishtinë ndaj këtij skandali është një tregues i shqetësueshëm i pushtetit që Serbia vazhdon të ushtrojë në rajon. 5. Konteksti historik, tradhtia në vijë trashëgimie. Tradhtia e Berishës nuk është e izoluar. Ajo përsërit skenarin e kolaboracionistëve si Fajki Ari, i cili në vitet 90 u përpoq të justifikonte pushtimin serb. Kjo është një vazhdimsi e politikave kolonizuese që Serbia filloi në vitet 1914, kur u ndalua regjistrimi i pronave shqiptare në Kosovë. Një legjendë e zezë që duhet të mbetet në historinë e poshtër. Demo Berisha nuk është thjesht një individ, ai është një simbol i humbjes së dinjitetit kombëtar. Emërimi i tij nuk është thjesht një vendim administrativ, por një mesazh i qartë nga Beogradi: shqiptarët mund të shfrytëzohen për të normalizuar një histori të përdhunuar. Por kujtesa e popullit është e gjallë. Ashtu si tradhtarët e shekullit të kaluar, edhe Berisha do të mbetet një hiç në faqet e turpshme të historisë, një kujtesë e përjetshme se si mos të jesh shqiptar. Ti, gruaja jote, fëmijët tuaj dhe gjithë linja e gjakut juaj e mbrapsht do të mbaheni mend vetëm si tradhtar të shqiptarsisë. Në emër të Zotit ton Jezu Krisht, urojmë që jeta juaj të jetë e shkurtër, e dhimbshme dhe e pashpresë. Ne të gjithë kthehemi në dhe, por për ju s'ka nder as në vdekje, ju dhe familja juaj meritoni të bëheni jashitje e kombit, të shpërbëheni si plera dhe të harroheni nga të gjithë, pa asnjë kujtim, pa asnjë mëshirë.